është mëkat të punosh me bijuteri gjatë Ramazanit apo gjatë agjërimit fate. Ka disa bijuteri që ndoshta si në Ramazan, si jashtë Ramazanit janë haram me shit ato. Po në përgjithësi, zbukurimi i femrës është i lejuar para bashortit edhe para njerëzve halal. Ajo pjesa që zbukurimi para njerëzve që është ndaluar, ajo është haram si në Ramazan, si jashtë Ramazanit. Edhe shitja e këtyre produkteve që janë mbrana halalet, lejohet si në Ramazan, si jashtë Ramazanit. Këtu është një pen shumë i hollë mes asaj që është halal edhe haram, edhe në shumicën e rasteve më varet klientja, gruaja, që i blen ato bijuteri si ka me i shfrytzu. Prandaj nuk mendoj që në këtë rast ti që shet këto bijuteri e ke haram me i shit, përderisa ato mundën më shfrytzu për mirë, mundën edhe për keq. Është pra tem pak e hollë, por nuk prish punë në parim të agjërosh edhe pse shet bijuteri. Pra, s'ka problem.